بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد ذلك تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahun Zotin e gjithësisë e falenderojmë, prej Tij të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër i kërkojmë. Salavatet tona më të mirat, më të plotat, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që rrugën e Tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin dërgojmë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bën prej atyre që e falenderojnë Allahun për mirësitë që ai u ka dhuruar dhe të na bën prej atyre që ja shohin hajrin, dobin dijeve që ja ka mësuar, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që neve në këtë mejlis që vetëm për hir të Allahut jemi të bu, të na bën prej atyre që Allahu i ka mëshiruar dhe mos na bën prej atyre që nga mëshira e Tij janë privuar. Pas falënderimit të Allahut subhanahu wa taala, falenderoj secilin për juve që keni mendu, keni planifiku, keni bën një jetë që më arsante në këtë ligjërat. Allahu subhanahu wa taala lut që t'ua bekon jetën e juaj, pasurinë që keni investu për më ardh deri këtu. E kam parasysh vëllezër, plotësisht e kam parasysh se sot është dita e 6 e punës për shumicën e vëllezërve që janë diasporë në mesin e tyre dhe juve jeni, edhe prandaj u adi për nder. Allahu i shpërbleft e dhash Zoti që fjalët që janë përgatitur që thuhen të keni dobi juve dhe familjarët e juaj. Të nderuar vëllezër, në kohët e hershme, para disa viteve, ajo se çka ndodhen në botë e kanë ditë vetëm pleqet. Ata vetëm i kanë ndjek lajmet, ata i kanë kuptu se çka është u bisedu, rinia nuk kanë pas qaq dije, qaq informat se kush çka është. Ndoshta edhe nuk i kanë njeh shumë prej njerëzve që janë të famshëm, edhe se për çka bisedojnë. Mirë po tash, ku rinia ma nuk shyrin televizora, se televizorat i kanë në xhep. Edhe çka dojnë këshirin, kur dhe ma thanë rrjetet sociale dhe mediat ma nuk janë vetëm televizor, për edhe radio, për janë diçka edhe ma shumë, rinia kanë shumë dije. Me të vërtet, kanë shumë dije, kanë shumë informata dhe shumë ma shumë kuptojnë se sa më herë që kanë kuptu rinia. Dinë se çka është u sjell në botë. Andaj, kur të flitet diçka që flet dhe një njeri që është i famshëm ose është dhe një njeri me poste, ja din edhe se çka ka folë në të kalumen, po që se ka premtu. Edhe nëse fjalët ka ardhur një kohë dhe i ka ndryshu. Më njëherë, thënë, më bethe, kina ka premtu edhe nuk e ka qu premtimin në vend. Bile është betu. Ky betimi i vëllezër, që është një lloj shprehje shumë është e rëndësishme. Njeriu njerëzve ose u azbar ftyrën, ose u nxin prin këtë dynja. Prandaj duhet me pas kujdes me e ruajtet betimin për sende që janë tepër të rëndësishme për njeriu. Andaj burri, në veçanti pushtetari, kur të betohet për diçka të premton edhe të betohet, duhet me pas, si thënë, me e çu në vend. E paramendoni vëllezër për betimin kur Allahu subhanahu wa taala është betu për diçka. Për diçka që në Kur'an ceken më shumë se 56 betime.
prej betimeve kryesore që Allahu subhanahu wa taala betohet në Kur'an është njeriu. Betohet në Mekken, në tokën e shenjtë, Ka'ben, wa hadha al-balad al-amin, dhe betohem në këtë qytetin e sigurisë. Për çka? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, dhe njeriu më të vërtet e kemi krijuar në formën më të bukur. Kjo është vëllezër. Allahu subhanahu wa taala duhet me meditu se sa nderime na ka bë. Nuk ki asë një njëri në rrezullin toksor që të ngjan. Ka bë diçka të veçantë. Allahu subhanahu wa taala ti ka nështru para syve të tu, para mundësive të tu, gjitha mundësit që si kanë me miliona krijesa, që munesh me hec në tokë, munesh me shku ka dush, munesh me levish si të dosh në halal, dhe nuk ta ka përkufizu që vetëm në vetë lindjen tënde. Edhe ky betim që Allahu subhanahu wa taala është betu që e kemi kriju në formën më të bukur njeriut, pra prej trupit dhe prej shpirtit. Shpirti që ka zbrit edhe i zbret njeriut prej qielli, shpirti që e gëzon njeriun vetëm gjërat të cilët e ngrisin për lart, për në qiell, dhe trupin që e kemi vëllezër që rahatohet vetëm në tokë, edhe gjërat që vijnë prej tokës. Ushqimet e mira, pamjet e mira, pijet e mira, veshjet e mira që prodhohen në këtë tokë, këta janë ata gjërat e vëllezër që Allahu subhanahu wa taala ka bëu që trupin e njeriut dhe shpirtin e njeriut e rahatojnë. Pra, Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar prej shpirti dhe trupi që në fakt i kanë të dy ata, i kanë ata kërkesat e veta. Jemi njerëz që kemi epshe, pasione. Ajo që du me folësonte vëllezër në ligjerat është për 3 pasionet bazike, esenciale që i kemi secili prej neve. Që po që se përdoren për të mirë, jo në qelsa për të arritur kënaqësia Allahu subhanahu wa taala. Po që se nuk dimi asem për këta gjërat, nuk kemi ndëgju asem për këta 3 epshe që i ka secili prej neve, ka mundësi që ata me në qu në shkatrim në këtë dunja dhe në ahiret. Pra, Allahu subhanahu wa taala prej kur e ka krijuar njeriu në këtë dunja, në të ka instalu që me pas pasione, epshe, dëshira. Dhe në fakt, këta dëshirat vëllezër, nefsi i njeriut nuk është krijuar rastësisht. Është krijuar me urtësinë e lartë Allahut subhanahu wa taala dhe që ka synime të larta. Mirë po që se njeriu nuk i din ata, bëhet ma i keq sa kafshët dhe egërsirat që janë në tokë. Allahu subhanahu wa taala çka thot në Kur'anin familart? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Me të vërtet e kemi krijuar njeriun në formën më të bukur. Thumma radadnahu asfala safilin. Dhe pastaj e kemi bërë që ai njeri që është krijuar në formën më të bukur, pra, momenti ku nuk e ndjek udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, ma arrit në gradat më të ulta të poshtërsive të krijesave. Pra, njeriu që Allahu subhanahu wa taala e ka nderu, e ka mbivlerësu, edhe mbi me laqet në qiell njeriu, dhe e ka bo më këmbës në tokë që me sundu tokën, po që se nuk din me kontrolu veten e ti, pa me hetu
arrin që më u bë më i keq se sa çdo egërsirë që është në rrezullin toksor. Andaj, kthehemi edhe një herë në atë që e ngren njeriun dhe atë që e pështërson njeriun. Pra, sikur se tham vëllezër, ne në këtë dunja Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar me diturinë e tij, me urtësinë e tij që të kemi këta epshet, dëshirat tona, të cilat, sikur se kanë thonë dietarët Ibn Qayyim rahimahullahu taala, Allahu azza wa jall këta nuk i ka krijuar kot epshin në trupin e njeriut. Se kjo është ajo që e dallon njeriun prej melaçeve në qiell. Sikur njerëzit të ishin krijuar pa epshe, pa dëshira në këtë tokë, nuk do të kishin nevojë me punu. Nuk do të kishin nevojë që të bëjnë me punu për me të bu ushqim, e pije, e veshmbathje. Atëherë do të ishin sikur se melaçet. Por Allahu subhanahu wa taala i ka bëu që ata të kijen, domethënë, nevojë për këta gjëra. Dhe prandaj, po që se këta epshe tek njerëzit përdoren në masën e duhur, e afrojnë për tek Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, për të me qenë jeta e vazhdueshme në tokë, për me vazhdu jeta e secilit prej neve, kemi nevojë për me hangër, për me pi. Për me siguru ushqimin dhe pijen, veshmbathjen, vendbanimin, jemi të detyruar me punu. Nefsi njeriut nuk e don punën. Nuk e don që më uzgju herët, nuk e don përgjegjësinë. Por Allahu subhanahu wa taala e ka bërë dashët, po e ka bërë edhe të nevojshëm që njeriu me hangër edhe me pi. Për këtë qohet njeriu edhe punon. Prej kohës Ademit alayhis salam. Ajo që thuhet që Ademi alayhis salam, kur Allahu azza wa jall e ka zbrit në këtë dunjë, e ka zbrit të para përgatitur me 1000 zanate. I ka ditë Ademi alayhis salam, kur ka zbrit në tokë, ka qenë i para përgatitur për me jetu në këtë tokë. Ai dhe pasardhësit e tij. Për me u realizu ndërtimi i tokës, Allahu subhanahu wa taala, më thënë, banimin e tokë, për më u përhap qytetrimin e tokë, e ka bërë tek njerëzit, më thënë që njerëzit me pas dëshirë për martesë. Dëshira për martesë, epshi për të martuar, më thënë, si rezultat i kësaj është shtimi i familjeve, i popullsisë. Sikur të mungonte që ky epsh që e mbulon atë vështërsinë e edukimit të fëmijëve, kujdesen për fëmijët. Keni pa vëllezër një nanë që lindën një fëmijë, prej momentit që ajo e lindën atë fëmijë e sheh vdekjen, si thënë me sy, dhe i thot vetë saj, ma kur më nuk mbetem shtatzane. Mirë po, ajo dashuria e flakt për fëmijë e bën atë nanë, prej ditës parë, prej natës parë, me nit zgjut, vetëm çka me rahatu fëmijën e saj. E dini vëllezër, nonat tona, prindërit tonë, kur nuk rahatohen, pa marrë parasysh se ne nuk i kemi ata ndjenjat e tyre se pse ata shqetësohen për neve. E kur vim në vendin e tyre, ne nuk na rahaton neve si prind, s'bohemi rahat, se fëmijët dojna gjithmonë me i pa mirë edhe sa ma mirë, vim në vendin e prindërve tonë që neve fëmijët s'na kuptojnë. Pra, edhe njëherë, synime që ka janë ata kryesorët vëllezër që ka janë, që Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar këta epshet, i ka instalu në trupat tonë, që ne të na ndjane, të na para përgatise për jetesën në këtë dunja. Dhe arsye e tretë vëllezër që kanë ardhur që këto epshe, krijimi, instalimi këtyre epsheve, pasioneve në trupat tona vëllezër, është puna e sprovës. Më u sprovu neve se sa do të respektojmë urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, nuk ka ndonjë njeri që nuk ja don vetvetes së tij të mirën. Po bile më shumë ti që ja don njeriu të mirën, ja don vetvetes së tij. Më shumë ti. Megjithatë, sa më ja dash të mirën me kufi. Sa më e kufizu të mirën, edhe atë me të mirë, nuk guxon njeriu besimtari musliman që vetëm vetvetes me ja dash të mirën. Këtë është që na mëson Islami. Andaj,
dëshira për me jetu mirë, dëshira për komoditet, dëshira për me pa sa ma shumë gjëra të mira, sa ma shumë të arritura, është sprov. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një hadith kur Allahu subhanahu wa taala ka krijuar xhennetin dhe xhehenemin. I ka thënë Gjibrailit alayhis salam, shko dhe shikoje xhennetin. Si duket. Kthehet Gjibraili alayhis salam pasi që e sheh se çka ka përgatit Allahu subhanahu wa taala për banorët e xhennetit në xhennet. Jetë të pafundshëm. Në këtë dunjë çka shohim prej të mirave, origjinali këtyre gjërave janë në xhennet. Origjinali 100% mirësive të dunjas janë në xhennet. Prej pamjeve të mira, prej ushqimeve, prej veshjeve dhe prej pijeve. I shef Gjibraili alayhis salam dhe kthehet tek Allahu subhanahu wa taala dhe betohet. Pasha madhërinë tënde, askush nuk do të dëgjoj për të vetë se do të hyjë ata. Pra kush ka më dëgju për xhenetin, ka më lexu për xhenetin. E pa mundshme është që mos më kërku me hin xhenet. Një sqarim të vogël vëllezër. Njerëzit kur dojnë me shku në këtë dunja, në vendet e mira për pushime, në bazë çka i shkojnë? S'ke shku asnjëherë. Dëgjon. Vin dikush tregon thotë, atje thotë kishte diçka që se ke pa në jetën tënde. Mos be thotë. Derisi të ta i arrin kjo në bindjen e tij që me tubu, me punu edhe me i përgatit parate, me shku për shembull deri në New Zealand ose me shku ku shkojnë në det ata vendorët e ri, Maldive, sheme mashallah. E din? E pyeta njërin prej vëllezërve, sa ke paguajt, tha mos më pyet hoç. Thash sa për apërsisht, tha 10.000. 10.000 euro. Atje fukarat shkojnë me 5.000 euro. Dvarfurit. Subhanallah. Ajo është një gjë, me të thonë, prej këtyre xheneteve të dunjas. Para mendoj vëllezër edhe atje shkon në këtë Maldive ose kudo qoftë dikundi shkon vetëm për 2 javë, mas 2 javë kur të kryhet ajo pagesa yte që merr fund, vallahi as te dera nuk lën me nit. Para derës nuk lën me nit, jashtë. Largoj prej këtu se ta thirrin sigurimin. Allahu subhanahu wa taala ja ka tregu Gjibrailit alayhis salam që ka sende në xhenet që njeriu as veshja ja kanë dëgju, as mendja ja ka paramendu, që mund të më paramendu. As syri që nuk ja ka parë. Andaj Allahu subhanahu wa taala i thot, më thënë, tash vin faza tjetër, urdhron që xheneti të rrethokohet me çka? Me vështirësia. Thot Gjibrailit alayhis salam, shko shih tash si është xheneti. Kur shkon Gjibraili alayhis salam dhe sheh se xheneti është rrethokuar me vështirësi dhe sprova, kthehet tek Allahu subhanahu wa taala dhe thot, pasha madhërinë tënde kam frikë se askush nuk do të hyjë në ta. Pra Gjibraili alayhis salam është frikësuar, edhe hadithi është i vërtetë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala urdhron Gjibrailin alayhis salam me pa xhehenemin, Allahu na ruajt. Kur e shef xhehenemin dhe për shkrim ka ardhur, ai shkoi dhe e pa se flakët e tij përplaseshin njëra mbi tjetrën. Njëra mbi tjetrën. Do të thonë edhe 70 herë ndoshta më e fuqishëm edhe më shumë se sa këta vullkanet më të ashpërta në këtë dynjë. Atëherë kthehet Gjibraili alayhis salam tek Allahu subhanahu wa taala dhe thot, pasha madhërinë tënde, askush nuk dëgjon për të dhe nuk do të hyjë në të. E pa mundshme është me lexu për xhehenemin, se çfarë burgu, çfarë dënimi është, edhe me meritu xhehenemin këtë dunjë. E pa mundshme. Allahu subhanahu wa taala bën që xhehenemi të rrethohet me çka të rrethohet vëllezër, me epshe, me dëshira. Dhe i thot Gjibrailit alayhis salam, shko dhe shih edhe një herë. Kthehet Gjibraili alayhis salam dhe thot, pasha madhërinë tënde, kam frikë se nuk do të shpëtoj prej ti askush pa hyrë në të. Allahu na rujt. Gjibraili alayhis salam
është friksu për mua dhe për ty. Për fëmijët e mi, për fëmijët e tu, për prindërt e mi, për prindërt e tu. Është friksu për secilin prej njeriu të parë deri te njeriu e fundit. Pra është friksu se që këta epshet që kanë të rrezikshme. Andaj, epshet vëllezër janë të shumta. Mirë pa, kryesorët e këtyre vëllezër janë 3. Epshi për pasuri, që në esencë është e lejume. Dyta është epshi për dashuri, për martesë. Dhe treta është epshi për më u bë njëri i njohur, i famshëm. Për këta vëllezër ka shumë ligjërata që flasin dietarët, se ka ajete për këta. Ka hadithe për këta 3 llojet e epsheve dhe në fakt një muaj Ramazan që bëhet, që agjerojnë njerëzit për me arrit devotshmërinë, synimi, qëllimi kryesor është që njeriu çka edhe një herë me e kthia të balancën e këtyre 3 epsheve kryesore me kënd, më thënë me anën shpirtërore, se këta janë ajo ana materiale e trupit që kërkojnë me vazhdimsi për çdo ditë me dal herët me uçu, me shku me punu dhe nuk kanë të mbarume. Njëru e pyet vetveten kur ka më ardhur dita që nuk ka nevojë më çka që më u lodh me punu. S'ka më ardhur këtë dynjë. Kështu është kriju. Andaj ta 3 llojet e epsheve vëllezër, duke filluar nga epshi për pasuri, është një sprov pasuria, por në fakt është edhe një begati e madhe. Njeriu me pas pasuri vëllezër, Allahu subhanahu wa taala e ka bëu që njeriu me dash pasurinë, është diçka që është mbjellë në trupin e njeriu. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famulart: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Ju është zbukuruar njerëzit, për njerëzit është bërë e zbukurum dashuria ndaj epsheve, ndaj grave, ndaj fëmijëve, pasurive të grumbulluara prej ari dhe argjendi. Natyrë, edhe njeriu i parë Ademi a.s. edhe deri tek njeriu i fundit kanë me i dash këta gjërat. Allahu subhanahu wa taala i ka bë me i dash bashkëshorten e tij, me i dash familjet e tij, me dash me grumbullu pasuri, ari dhe argjend, me i dash kuajt ose në kohën tonë që ka janë transportet e lloj-llojshme të bukura, pra me i dash vendet e mira pas shtëpinë tënde. Të gjithë këta janë vëllezër, gjërat që janë mbjellë në natyrën e njerëzit. Mirë po, në momentin kur dëshira për pasuri njeriu e largon prej familjes së tij, e largon prej vetvetes së tij, e largon dhe e bën që të mungon në Zotin e tij, nuk ka kohë që me adhon hakun e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë rast, që ky epsh e ka të i kalu kënd kufinin. Momentin kur njeriu vëllezër e fiton pasurin e tij dhe vin deri në atë e gratë që nuk e pyet a me halal a me haram, nuk e pyet pasurin a fiton a me halal a me haram, po vetëm intereson se sa ma shumë me fitu, që këtu njeriu le ta kupton se më është bë robi i pasurisë. Pse? Sa ai më nuk e zgjedh punën që ka me e punu. A ka me ja hupë nderin e tij, a ka me ja dëmtu shëndetin e tij, a ka me shkaktu që në fund të jetës ai me hupë familjen e tij, ai nuk i intereson, nuk e lën kjo pasuria që ajo është duke e fitu, dashuria e flakt për pasurinë. Kjo lloj pasurie vëllezër është një pasuri që është e rrezikshme. Pra e çon njeriu drejt devijimit pa e hetuar ai njeri. Pasuria vëllezër e ka një shkëlqim tërheqës dhe mashtrues që i verbon syt dhe ndikon direkt në shpirtin e njeriut. A keni pa vëllezër këmishat që i veshin njerëzit e famshëm, ata këmishat e bukura, gjepat i kanë nga ana e djathtë. Apo? Nuk janë gjepat nga ana e djathtë. Gjepat janë nga ana e majtë.
Pasuria kur vënohet ku vënohet, bash afër zemrës që ti. Ku bi zemra. Dhe kjo është një realitet vëllezër. Pasuria, dashuria për pasuri vendin e ka te zemra. Dhe njeriu investon shëndet, njeriu investon kohë, njeriu e prish rahatin e tij për me shku me fitu pasuri. Deri këtu, as pak nuk është problem. Mirë po, nëse njeriu nuk e arrin, nuk e shef, nuk e heton veten e tij se ku e ka pru pasuria dhe ku e ç'të e çu, ka fillu pasuria me e kontrollu, që ati njeriu duhet me i ra pas vetvetes së tij. Pse vëllezër? Se ka me e shkatru që kjo pasuri ashtu sikur se i ka shkatru ata që kanë qenë para ati. A mund të paramendoni vëllezër se në ligjeratet e Musaut a.s. ka prezentu një njeri që e ka lexu Teuratin me zërin më të bukur që e ka pas në atë kohë, e ka pas ai. Megjithatë, dashuria e flakt që më u bë i pasanik, e ka qu që më u përmend për ibret, për shembull të keq për gjithë historimin e njerëzimit. A dini kush është ai? Ai është Karuni. Karuni ka prezentuar në për ligjerata. Karuni ka fal namaz. Karuni ka qenë i devotshëm. Mirë po, gjithmonë i ka fol vetvetes së tij që si të bohem sa ma shpejt i pasur. Edhe ka pranu që më njët me njerëzit të cilët nuk e zgjedhin se si e fjetojnë pasurin, që e kanë nuhat dëshirën e flakt që donë më bo pasanik, edhe kanë ndërmjetësu që më arte Firauni. Ka thënë Firauni, unë ka thënë mësoj ti. Deri sa e ka bo minister të financave. Prandaj thuhet që i pari që e ka çpik këtë sistemin monopol është Karuni. Me thënë, i ka hek pi tregut gjërat elementare që njerëzit kanë nevojë, mielin, me thënë krypën, sheqerin, këta gjërat, nuk ka. Kur i ka qitë për zdytin treg, i ka qitë me çmim ndoshta 20 fish. Hajde mos blej ushqim. Jo ndetyru që njerëzit me pagujt edhe se nuk i kanë pas gjithë mundësit si ma herët. Pra, ai është i pari në këtë mënyrë që e ka fitu pasurin, edhe s'është kujdes, e ka qu pasuria deri ku? Deri në shkatrimin e tij. Sot vëllezër, me bo me meditu sa prej të rive që e kanë hup lirin, kur ma nuk do të del prej burgjeve, që janë kap ndoshta të fitu pasuri haram, ose të ndalum, duke kindapu, duke vjedh. Shkaku është vëllezër që se në kanë kontrollu vetveten e tyre. A keni pa tash vëllezër se sa janë shtu vjedhjet. Me të vërtet, nuk ka më, du më thonë, sikur se ma herët. Tash, subhanallah, ndodhin disa vjedhe që njerëzit habiten mes ditës. Tamam, gjithë njerëzit ati duke tjenë, du më thonë, kanë planifiku ndoshta me java, jo, pa me muaj, ndoshta me vite, se si me shku me kindapu një artari mes dite. Këtë njerëzit vinë ata në atë mënyrë me kindapu që pastaj kur del, që njerëzit që pas kanë kindapu, kush pas kanë tjenë njerëzit që mas shumë ti duhet me e mbrojt sigurimin aftër. Kanë tjenë njerëzit sigurimit policis, ata kanë hi me vjetë. Pra, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dëshirën e njerëzit për pasuri, thot sikur njeriu thot ti ketë thot 2 lugina, 2 fusha, sa qefsini tojet, me arit plota. Thot ka me dash me pasat edhe tretën. Ndaj, kjo çështje vëllezër ekziston në shpirtin, në trupin e secilit prej neve. Mirë po, ajo që duhet kemi kujdes vëllezër për vetvetet tona, edhe tek fëmijët tonë që me e kontrollu se a është normal ose i ka të i kalu kufit, më thënë, ky lloj epshi, dëshira në trupat tona. A keni pa vëllezër dhe njëherë fëmia kur shoqërohet me disa fëmijë të disa pasanikëve, pa kushte, është i gatshëm me punu çdo punë, ndoshta edhe prindi që se don, vetëm që ma arrit me fitu pare që me blejt parfumat shtrenjta, me blejt teshat shtrenjta, ti habitesh për shembull në moshën sa është i ri ose sa është e re, dëshirën e ka të flakt që me shitit krejt botën. Kështu është. Janë disa prej të rive
që edhe ja kanë ndalu vetvetes, si thënë vendim kanë marrë, nuk donë me u martu derisa kur ta shetit krit botën. Me të vërtet, ja kanë vënuar synimin vetveteve të tyre. Për me arrit këtë dëshirë me realizu, çka dojnë? Nuk dojnë me u martu. Dojnë me punu natë e ditë, çka do qoftë prej punëve, janë gatshëm edhe shkollën me elon, edhe në pushime mos me shku në vendlindje, vetëm çka me fitu pasuri. Vëllezër, sa ma shumë që njeriu plakët në këtë dynjë, të ka rriten dy dëshirat, flakta, rritet ajo flaka e këtyre dy dëshirave. Një, për me grumbullu pasuri, edhe pak ma gjatë me jetu. Rastet janë shumë të vëllezër, po unë vetëm një rast të tregoj dhe të dalim tek pjesa e dytë. Para 2 muajve, ndodh që ndron një plak, e loke. I vinë farefisje familjartë edhe prej gurbetit shkojnë në varim prezentojnë, e përgatisin për varim, pasi që imami ja fal namazin e gjenazes, hala pa me ngrit prej vendit ku ja kam fal gjenazen, 2 djemt e saja. Njëni, vëllezër, 69 vjeçar, që është kthej prej gurbeti, zihet me vllaun tjetër, që ka qenë kujdesar për nonën. Se ai tjetri ja ka mësy edhe e ka tradhtu edhe ja ka marrë pasurinë edhe zihen. Para se më u ngrit edhe njerëzit mundohen me i ndajt, mirë po nuk ja lën rastin, e qet armën edhe e vret. Para se më varas nona. A mund ta paramendoni vëllezër? Para 2 muajve kjo ka ndodhur. Ma than e vret vllaun e tij, si thënë e bën një gjenazë dytë, e marrin, e arrestojnë, as të shtëpia nuk e lojnë me u kthy, pas që japin mundësinë me shku me prezantu varimin e nanës, kur ta shohim se çka i ka shtynë deri atje, është pasuria. Me po me shku vëllezër në përgjygjet tona, jam i binjshëm ndoshta më shumë se sa gjysma e lëndëve që ekzistojnë në përgjygjet tona, është shkaku i kujt është vëllezër, yerhamukallah, shkaku është që njerëzit, si thënë, i ka kaplu flaka e dëshirës për pasuri, edhe nuk e zgjedh, a e meriton ose nuk e meriton. Epshi për dashuri, vëllezër, edhe kjo është një prej epsheve që Allahu subhanahu wa taala e ka mbjell në trupin e njeriut, me dash me u bë bab, me dash me pas familje. Është ajo mëshiftësira që Allahu subhanahu wa taala e ka bën trupin e secilit moshkull dhe femër, që po që se i mungon, nuk rahatohet derisa të arrin edhe ai, sikurse njerëzit për rreth çka i ka, dëshira e flakt e bën që me investu edhe para, me shku edhe në për spitale që me u gëzu me u bo baba. E shef njëru veten mangu, e shef një femër veten të mangët, po që se nuk bëhet nan. Për mu bo nan edhe bab, Allahu subhanahu wa ta'ala çka e ka mbulu këta përgjegjësit, i ka mbulu me çka, me dëshirën, me dashurinë për martesë. Mirë po, në momentin kur kjo dashuri e martesës shkon edhe investohet dikun tjetër, edhe në një mënyrë tjetër, kthehet vëllezër me doma të mëdha. Shifni, dua të tregoj vëllezër një dukuri që bëhet në vendet tona edhe përhapet shumë, sa prej trive kanë fillu që më undajt në kohën e fazën e fejesës. Pse? Rini fijum 1 vjet, 2 vjet, 3 vite rin, edhe ndoshta ajo dashuria që Allah zële ka bo që me qenë në fazën të i kaluse prej në fejes në martes, dhe atje me e shfridzu këtë dashurit vërtet, ata e kanë hargjuku në fazën e martesës. Kur vinë më në martes, ma ata janë të lodhët. Nuk kanë më dashuri, se në dyrën një tjetërin edhe e thënë ma mirë, thët, e vendosim që ndahen e që tash, që mos marrë puna deri në martes, deri se me më bëfë mirë. Andaj, puna e martesës, vëllezër, që Allahu subhanahu wa taala ka bën natyrën e secilit prej neve, është shumë është më rëndësi që me investu për më urujt martesa. Shumë është më rëndësi që edhe fëmijët tonë me eduku, që mas me të i kalu koha e martesës. Se si të i kalon vëllezër, tepër është vështirë. Shifni, sot shtetet më të mëdhaja, kur vinë
me fol për krizat, më thënë të cilët ju kanosen dhe sfidat atyre shteteve të mëdhaja, folin për statistikat e lindjeve të fëmijëve, folin për martesat. Dhe më thënë e shofin si një rrezik që ju kanoset, po që se rinia nuk martohet, po që se rinia nuk shtohet. Edhe e mosin fuqinë e shteteve për ardhmëri që ka mbas martesave. Ndaj, asnjë prej neve vëllezër mos thotë se unë jam i sigurt, unë nuk kam probleme me dashurinë, unë nuk kam probleme që mund me ra në gabime, nuk ka siguri. Derisa njeriu është i gjallë, mundohet shejtani edhe prej kësaj derës me hi, edhe me çu në humbje, duke ja rrit atë flakën e dashurisë në zemrat e tyre. A keni pa vëllezër se ka njerëz e ka prish familjen në fundin e jetës. Në fundin e jetës e ka prish familjen. Si ka ndodhur vëllezër? Ka ndodhur se s'e ka kontrollu veten e tij. Nuk e ka rrit pasuria, jo, e ka rrit dashuria. Kurse neve jetojmë me një kohë vëllezër, që va them që sinqerisht, këta filmat seriale, shumica e këtyre filmave seriale, kultivojnë dashurinë të rrejshëm, një jetë të rrejshëm që nuk është realiteti i jetës, ashtu sikurse e prezantojnë ata në për ata filmat e dashurisë. Që në fakt e dijeni një send vëllezër, mas shumti që ndodhin që kanë probleme bashkëshortore, janë që ata artistat e atyre filmave. Jeta nuk është ashtu si përshkruhet dashuria në për filma. Dhe, edhe sa minuta kemi? Tamam. Atëherë, e krymë inshallah për spaki. Dhe e treta vëllezër është epshi për famë. Historinë e njerëzimit kur nuk ka pas sprov më të vështirë, më të rrezikshme që ka shkatruar moralin e njerëzve, sesa në kohën tonë që është epshi, dashuria e flakt që njeriu më u bë i famshëm. A besoni vëllezër, njerëzit e kanë humb familjet e tyre, i kanë humb punët e tyre, kanë humb pasuritë e tyre. Wallahi, unë habitem kur dhe njëherë tham, subhanallah, njerëzit për më bë artist, për më bë i famshëm, për me pas klikime, ka arrit deri në atë gradë që e rreh, më thënë, deri në atë gradë e rreh vetveten e tij në Facebook. Ai në shpulla e rreh që vetëm e bë diçka që njerëzit sa më shumë e pa. Nuk di çka më thon më shumë. Besoni vëllezër. Ma herët njerëzit nuk i kanë pranuar deri në këtë derejë, është dashme e bind një artist që me hongër një qytet ose një shpull për edhe pare. Tash është bë vëllezër diçka habiteni vëllezër. Ma e keqja çka është vëllezër, tash për më bë një youtuber, kur e shef një plak 65 vjeçare, ma një kom që e kanë varr, një për mi varr, dëshira e flakt për më bë famshme, çka nuk bën. Ku nuk shkojnë? Prandaj vëllezër, asnjë nuk është i sigurt dhe i garantuar që nuk i hin kjo smundje. Por më e rrezikshme kjo çka është vëllezër është tek trit. Për më bë i famshëm, ka ndodhur vin njeriu, domethënë ndonjëherë për më bë i famshëm, bën edhe krime. Ndoshta e keni ndëgjuar këtë javën e fundit që është bë krimi që është bë, domethënë në një shkollë në Turqi, dalin në fund raportet dalin se një prej shkaqeve që e ka bë gjithë këtë krim, ai djali i ri që i ka vrarë, domethënë shokët e klasës e ka vrarë mësuesen edhe i ka plagos edhe ndoshta 12-13 tjerë për brenda gjys orëve. A dini çka kanë qenë ndoshta postimet e fundit të atij? Kanë qenë postimet e fundit të atij, thotë kam ndëgju bota se unë kush jam atë. Kjo kanë qenë postimet e fundit. Subhanallah, dhe me të vërtet kanë dëgju bota se sa kriminal pas ka qenë ai domethënë i keq. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanam bi afsada laha min hirsi al-mar'i ala al-mali wash-sharafi li dinihi. Nuk janë më të rrezikshëm di ujqit që i ndërsyhen një kopes të deleve. Di ujqit tepër janë të urritura, të etshëm, nuk kanë ngrënë asen, ndoshta me ditë, edhe kur e shohin një kope me dele. Ata vëllezër kur të ndërsihen, nuk ka hen vetëm një dele edhe dy. Ata ujku domethënë nuk i frihet atij syni derisa ati pret në qafë gjithë delet. Edhe kjo ndodhen vëllezër. Një bari për shembull,
ka mungu ndoshta, ose e ka zonë gjumi, kur qohet mëngjes vëllezër, një ujk, ndoshta krit delet ja ka prenë në qafë, ja ka mbytë. Dëshira e njeriut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëshira e flakt për pasurinë, epshi i njeriut, është më i rrezikshëm se sa sulmi i di ujqve të unët. Dhe më thënë, dëshira për pasuri, edhe dëshira për famë, më bo i famshëm. Prandaj, vëllezër, këta janë çështjet, më thënë që dëmet e këtyre, më thënë, 3 llojeve të epsheve, a në veçantë kësaj të fundit, tash me këta rrjetet sociale, jo mba shumë qarta dhe janë detyruar hoxhallarët, po jo vetëm hoxhallarët, edhe psikologat, po jo vetëm psikologat, po janë detyruar edhe sigurimi i policisë, me ju thonë njerëzve, kini kujdes se çfarë postoni. Njëri e poston shtëpinë e vet, në Ramazan, e poston iftarin se ku ka dal. Ata që vjedhin apo shtëpia presin që më dalin njerëzit me shku me hongër një iftar diku të larg, i hinë te shtëpia si thyn, vjedh edhe shkon. Unë këtë si lajm e kam lexuar. Subhanallahu, thot mos i postoni, thot se ku keni shku me hongër iftar, se te shtëpia ata vetëm presin. Tamam, nuk ka nevojë me hi armë, pa armë, vetëm e thënë kamerën, edhe hin vjedh çka me vjedh, prish çka ka me prish, edhe largohen. Besoni vëllezër, ajo më e rrezikshme çka është e punët postimeve që shihni se çfarë fëmijë kam unë ose çka i kam blejt, është rreziku i mësyshit. Ka pas raste vëllezër që një nan e ka postu vajzën e vete me teshat e bukura çka ja ka vesh, ditën e Bajramit, natën e ka bë postimin e dytë, thotë luteni për të mirë, thotë se vajza thotë është, domethënë fundin e jetës, edhe ka ndruar, ka vdekur. E çu dietar kanë thënë mos i postoni fëmijët, mos i postoni sende që Allahu azza wa ka begatu. Ibn Hazmi rahimahullahu taala që ka jetu ndoshta para 1000 viteve në Ndelus, ka tregu raste dhe ka tregu shumë njerëz që i kanë hub famën e tyre vetëm që kanë shku dhe kanë fol në për mejlise për gjërat që ata i kanë edhe i posedojnë. Del njëri në Facebook vëllezër, ka punu ndoshta 30 vite, 35 vite në Gjermani, edhe i qet ata parë që i ka fitu ka 500 euro. Brenda 2 muajve vëllezër, si ka met asgjë prej parave. Ndoshta nuk ka qenë shkaku i mësyshit, po ka qenë shkaku i kujt, shkaku që disa prej njerëzve që i ka pas për rreth, ja kanë, më thënë, si thënë, kanë shlu lakmi, zemër kanë shlu. Dhe e kanë binë, piktu atje, piktu prej atje që me jamorë, qëftë me borë, qëftë për diqka, ka me të njërë mas 2-3 mujve, thëtë, shku në parat. Andaj vëllezër, Islami në mëson, Islami në udhëzon, Islami në porositën që t'i mbrojmë vetë tona në këtë dynja dhe familjarët tonë. Prej çfahit me imbrojt vëllezër? Me imbrojt prej epsheve të pa kufizuara, po kontrolluara, se këta njerëzit ja devijojnë, si thënë, jetën e tij ja prishin. Andaj, për me mbrojt veten tonë, familjarët tonë, fëmijët tonë, për me i rrit sigurt larg këtyre smundjeve, Islami na udhëzon që me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Që Allahu azza wa jalla të na mbron prej dëmit pasurisë që do të thënë është jo halal. Allahu na mbron prej epsheve të cilët janë të kaluar, prej zinas, e prej shumë epsheve tjera, Allahu i imoralitetit që do të thënë e prishin njeriu. Nga ana tjetër, Islami na udhëzon vëllezër që të preokupohemi me adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Shihni vëllezër, çka ibadeti që e bëni ju këtu, a mendoni që a besoni vëllezër që e ka atë ndikimin se u forcon zemrën dhe shpirtin tuaj dhe ju bën më të durueshëm kundër epsheve. Me çka vëllezër? Edhe me dijen të cilët e ndëgjoni. Do shta një herë e keni ndëgju një ligjërat, se si njeriu, më thënë, e ka hub pasuria, e ka shkaktu që me hub pasurin e ti, herave tjera vëllezër, ose kur të ndodhë që diçka paraqitet para teje,
bën dobi që ajo dije që e kanë dëgju. Nga ana tjetër vëllezër, gjërat të cilat po ashtu janë praktike, është që njeriu mas menit me njerëz të cilët ta kallin në zemër flakën e kujt, flakën e epsheve. Ndonjëherë rrin me dëni njeri që vëllezër atë shumë që të folën, ti pa më hetu, çka bën vëllezër, pezmatohesh prej asaj smundjes që aja ka në zemër. Pezmatohesh se fillon edhe ti me xheluzu sikur sa ai që e xhelozon dëni njeri që e keni shok, që është ndoshta pak më pasanik, që ndoshta është pak më i diqëm, ndoshta Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë atij diçka që ju se keni. Për momentin njeriu kur largohet prej këtyre njerëzve, dërin me shoqëri të mirë, sikurse në xhami, e ruan njeriu çka shpirtin e tij, mendjen e tij. Prej gjërave po ashtu që në praktik e ruajnë njeriu prej epsheve të dëmshme, është që njeriu